Më në fund e gjeta rrugën, erdhe E gjeta rrugën, ishte një rrugë e gjatë ngatruar, po erdha me sukses deri në fund. Enca, duke bërë një pamje ndoshta duke parë pak a shumë karrierën tënde ndër vite, çfarë vë re është që ti nuk e marr ndoshta shumë pjesë nëpër festivale apo kompeticione të ndryshme muzikore. Pse kjo zgjedhje? Është e vërtetë, dhe sidomos kohët e fundit nuk kam qenë shumë pjesë e festivaleve, për shkak se deri në një farë pike festivalet limitojnë apo tregojnë se çfarë muzike duhet bësh, ku duhet përqendrohesh, dhe mendoj që ideja e kompeticionit i përgjithësi mes këngëve në tilla formatesh, për shihen time personale është pak out, edhe duke parë që edhe në botë nuk zhvillohen të tilla kompeticione në sensin e festivaleve, kjo ka qenë arsye pse kam vendosur të mos jem pjesë e këtyre lloj formateve. Po ty vetë të pëlqejnë sfidat? Sfidat po, por mendoj që sfidat më të mira duhet të jenë me veten. Me veten, edhe unë sfidat më të mëdha e shoh me veten çdo 6 mujor. Them, mos është më mirë avente për 6 muajve? Mirë, ti në fakt vjen në ditët e sotme si një këngëtare shumë e suksesshme, e famshme, edhe ke bërë goxha këngë të mira. Megjithatë, atë janë mbyllur ty shumë dyer derisa ke arritur këtu ku je sot? Sigurisht që po, kam trokitur në dyer që ndoshta nuk janë hapur, sepse unë jam prej atyre artistëve që kanë nisur vërtet prej zeros, në sensin që nuk kam pasur në radh parë një background muzikor, artistik apo të showbizit në familje, në sensin që askush prej familjes apo të afërmve të mi s'ka qenë pjesë e kësaj më para, që të më ndihmonte të më hapte dyert apo të dinte ku të më orientonte. Dhe çfarëdo që kam bërë vet. Fillimet e mia kanë qenë pa menaxher, pa label, edhe ajo që jam sot jam thjesht scienca që e ka sjell veten këtu. Sigurisht ka qenë një rrugë shumë e gjatë, sepse më është dashur të takoj edhe të përballem lloj të ndryshme njerëzish dhe bashkëpunëtorësh, edhe të kaloj eksperienca të ndryshme, të cilat ndoshta më kanë lodhur apo më kanë zhgënjur pak, duke qenë se unë kam nisur shumë e vogël me muzikë, të merrem që prej moshës 9 vjeçare dhe të jem pjesë e televizioneve apo skenës, pavarësisht se më vonë nuk kam filluar me këngët e mia. Më është dashur të përballem me shumë eksperienca, ndoshta edhe eksperienca që ma kanë thyer disi zemrën, megjithatë gjithmonë e kam ditur ku duhet të isha. Po mirë, ka shërbyer në ndonjë moment këto në thojza dyer të mbyllura si nxitës apo si motivues për të shtyrë për ty përpara dhe për të arritur të bëhesh kjo që je sot? Varet prej eksperiencave. Ka pasur eksperienca që as nuk më kanë motivuar, as nuk më kanë demotivuar. Ka pasur edhe eksperienca që sikur inati ndoshta që më kanë dhënë momental, më kanë zhduruar në forcë edhe më shumë pasion edhe vullnet për të punuar, sepse unë me thënë drejtën, shoh dhe disa vite kur kam qenë më e vogël, edhe me naivitetin më të madh shprehesha do ta shihni vë kur do bëhem këngëtare më suksesshme në Shqipëri. Tani kur e shoh sigurisht që qesh, edhe këto fjalë madje ja kam thënë disa prej kolegëve të mi tashmë, edhe njerëz që më kujton shpesh, e mban mend çka ke thënë, bravo, bravo. Edhe kjo gjë më bën ndjem shumë mirë sepse gjithmonë kam pasur synime shumë të qarta edhe të prera. Prej sa vetash po themi është i përbërë ky stafi i Encës? Mund të jeni Cilët janë? 8 vetave. Staff group që unë e quaj Enca Team, edhe janë bashkëpunëtorët e mi më të afërt, duke nisur që nga grimieri Arbër Bytyshi, stilistët Emini Kokomani, Joni Peçi, producentët me të cilët unë punoj, miqtë e mi më të ngushtë në muzikë, si puna e Noizit, cilët janë njerëz me të cilët unë konsultohem vazhdimisht, grupi, shoqëria ime ngushtë, janë njerëz që janë gjithkohon hap pas hapi me mua çdo gjë që bëj, dhe janë njerëzit që konsultohem gjithmonë. Pa ta nuk e di se ja bëja. Po janë njerëz që i besoj shumë edhe që gjithmonë ju kanë dalë fjalët dhe parashikimet kur bëhet fjalë për projekte ndryshme. Shumë e suksesshme edhe në Instagram. Artistja e parë shqiptare që arrin 1 milion kanë përshtypjen? 1 milion e 100.000, diçka e tillë tashmë. Çfarë ka bërë suksesshme ty? Në fakt, në këtë rrjet social. Pjesa e Instagramit ndoshta është thjesht një rrjet social, sigurisht që fakti që isha e para apo shifra jubilare 1 milion më ka bërë ndjem mirë, por çfarë më bën ndjem më mirë është fakti që 1 milion që Instagramit për mua përputhet me suksesin e këngëve dhe suksesin e koncerteve. Kjo është ajo që është më e rëndësishme, sepse të kesh shumë shikime apo shumë ndjekës ndonjëherë nënvlerësohet në Shqipëri nga artistë që ndoshta nuk janë shumë të involvuar nga rrjetet sociale, megjithatë unë i quaj ata si armata ime e cila më ndjek edhe më mbështet kudo, kështu që për mua është absolutisht diçka shumë e rëndësishme. Po sa ka ndryshuar sjellja e njerëzve që ti ndoshta ke patur rrotull apo që të kanë njohur tani që je bërë po themi e njohur e famshme?
Mund të them që grupi shoqëror ose njerëzit më të afërt janë pothuajse të njëjtët ata që kanë qenë, kështu që kjo është më e rëndësishme për mua, njerëzit që kanë qenë prej fillimit vazhdojnë janë, sigurisht që ka edhe njerëz të rinj, ndërsa për sa i përket kolegëve ose marrëdhënieve në aspektin profesional, sigurisht që kanë ndryshuar shumë. Nuk do doja të përmendja emra, po njerëz që deri para 3 viteve nuk më ngërnin telefonin ose nuk më përfillnin ndoshta, sot janë duke më shkruar për ditë ose janë fancat mit ose fëmijët e tyre janë fancat mit. Gjithsesi kjo gjë mua më bën ndjem shumë mirë. Nuk kam mbajtur natë kurrë edhe për njerëzit që ndoshta dikur më kanë nënvlerësuar ose injoruar. Nuk mbaj natë sepse kam shumë gjëra për të bërë, edhe më vjen mirë që kur kthej kokën mbrapa shoh se sa shumë kanë ndryshuar gjërat për një periudhë shumë vogël koha. Ne duhet ta ndërpresim intervistën këtu, por do të rikthehemi pas pak. Rikthehemi sërish në Live Stories. Unë sot të ftuar kam Menca Haxhiaj. Shumë artistë që kanë patur të ulur aty ku je ti sot, më kanë folur për artin, ndoshta duke thënë se jo gjithmonë vlerësohet ashtu siç duhet. Flas këtu si nga ana kryesisht dhe ndoshta më shumë financiare, po dhe nga ajo paksa morale. Ti ç'mendim mendim ke për këtë gjë? Është e vërtet që arti mirëfillt dhe jo komercial ndoshta nuk vlerësohet më aq shumë, por nuk do thoya vetëm në Shqipëri, po edhe përgjithsisht në gjithë botën. Për sa i përket pjesës financiare, është diçka fitimpruese vetëm për ndoshta top artistët. Çfarë quhet një top artist sot? Ndoshta do thoya artistët më të njohur dhe artistët që kanë më shumë koncerte, sepse fatkeqësisht në Shqipëri gjërat, industria muzikore është shumë e re edhe vetmja mënyrë për përfituar të ardhura është nëpërmjet koncerteve. Duke qenë që nga ana tjetër e peshores kemi shumë mënyra për të humbur të ardhura që janë investimet për gjëra të mëdha. Për sa i përket artit në Shqipëri, personalisht mua pëlqen ku po shkon muzika në Shqipëri. Ka muzikë profesionale, ka këngë të mira. Muzika në Shqipëri është definitivisht e koncentruar në muzikën komerciale, po nuk ka asgjë të keqe te kjo, sepse ndonjëherë lexoj shumë komente online të njerëzve, të audiencës që thonë të gjithë po bëjmë muzikë komerciale, ku shkoj arti? Dhe ndërkohë, kur një artist nxjerr një këngë që ndoshta është arti mirëfillt ose është vetëm ndjenje kompozuar mirë, qoftë artist jo i famshëm, qoftë dhe nëse një artist i famshëm e bën këtë eksperiment, ai projekt nuk do të ketë sukses. Kështu që kjo është një standard i dyfish në Shqipëri, ku njerëzit shtiren sikur kërkojnë art, po gjithë kanë qef gjërat e lehta, komerciale. Unë jam shumë okay me muzikën që bëj. Unë fakt kam studiuar për muzikë jazz, pavarësisht se muzika në cilën jam koncentruar më shumë është pop dance. Do të çojmë ndonjëherë në jazz? Po besoj që po, absolutisht që po. Ka shumë eksperimente të cilat dua t'i bëj në të ardhmen e afërt, të cilat do t'i bëj në radh parë për të kënaqur veten, por që kam përshtypjen që do të gjejnë dhe ato një audiencë të veten. Çfarë do të ndryshoj ti tani në jetën tënde nëse do t'i jepej një shkop magjik? Unë mendoj që të gjithë na është dhënë shkopi magjik, thjesht shkopi magjik që na është dhënë nuk funksionon aq shpejt sa shkopi magjik që kemi parë në filmat vizatimor. Shkopi magjik është vullneti që ti e vën në punë për të realizuar dëshirat e tua. Kështu që gjithë kemi shkopin ton magjik, mjafton vetëm që të jesh shumë i vendosur për atë çka do. Po takimin tënd me fat, kush ishte personi që ndoshta të zgjati dorën në tholza për të dhënë një shtysë edhe më të madhe? A ka pasi njëri të tillë apo ti ke ecur vetëm me këmbët e tua? Të them të drejtën, nëse nuk do të kishte qenë këmbgulja ime gjatë gjithë kohës, edhe familja ime që më ka ndenjur mbrapa dhe më kam mbështetur së pari moralisht, do t'ishte shumë e vështirë, sepse në Shqipëri, në radhë të parë nuk ka njerëz që marrin përsipër menaxhimin e talenteve të rinj, gjithë janë të zënë duke punuar vetë. Ka pasur shumë njerëz që thonë ke suportin tim, do të ndihmoj, por askush nuk ka bërë diçka. Ndoshta të vetmin artist që do t'i isha mirënjohëse do ishte Noisy, sepse ishte i pari i cili në mënyra se cilën filluam bashkëpunimin, edhe ai më përmend shpesh në fakt atë pjesën ku unë kam thënë, tash është pas një viti. Ai më përmend shumë shpesh të pjesën dhe është krenar për mua. Ndoshta ka qenë i pari artist që pa diçka tek unë dhe që realisht më suportoi në mënyrën e tij.
Prandaj këtë gjë e vlerësoj. Në imazhin tënd, ndoshta i cilësuar edhe paksa si provokues, se këtë dëgjuar besoj ndonjëherë tjetër? Ma jo, se ka dëgjuar Vërtet? Çfarë do të sjellësh ti në tregun muzikor me imazhin që ke krijuar? Në fakt, imazhi që kam krijuar nuk më duket diçka Ka qenë qëllim vetvete? Jo, s'ka qenë qëllim vetvete. Unë e di çfarë muzike jam duke bërë dhe në momentin që unë jam duke bërë një këngë që thot, ups, po pëlqen. Detyrimisht do të vish. Nuk e shoh do të vetëm ndeshur me një kostum. Mendoj që paraqitja ime ka qenë gjithmonë në bazë të këngëve ose produkteve të cilat unë jam duke sjell. Nuk kam dashur asnjëherë të përkufizohesha si vajza seksi e ekranit apo këngëtarja seksi. Edhe nuk e kam konsideruar kurrë të seksi, në fakt. Mund të kem vënë epitete të tjera, po jo seksi. Absolutisht nuk mendoj që kam bërë diçka më shumë se sa kolegët e mia në sensin e ekstravagancës. Megjithatë, I mbetet njerëzve.